Këtë drejtim të dy parti politike, pra edhe ata që e kanë vendosur këtë udhëzim administrativ të kundërligjshëm, por edhe këta që nuk e kanë vendosur që janë pushtet, janë njëjtë. Dikush e ka vendosur, tjetri po e mirëmban. Ne kemi fol edhe kemi marrë garancinë e tyre që ky udhëzim administrativ do të ndryshohet dhe më nuk do të ketë problem. Pra, PDK ju ka premtuar që udhëzimi administrativ ka më ndryshu. Absolutisht po, sepse kemi kërku garantimin e plot të drejtave dhe lirive të njeriut edhe sa i përket besimit që të ushtrohet në mënyrë të drejtë të plot në vendin tonë. Pa e mohu të drejtën edhe të vajzave të cilët duan ta vendosin shamin në shkollat tona, qofshin ato publike apo private. Po gjitha pikat e marrëveshjes apo kushtet, se mund themi, është pajtu PDK, është pajtu kryesia PDK-s se cilat ju kanë ditë pak a shumë edhe çfarë kushte keni ose cilat pika për çka dhe jeni ndonë nga vendosja. Po unë i përmenda, janë ato kauzat kryesore për cilat ne jemi angazhuar edhe në zgjedhjet e fundit ku kemi marrë besimin e një numri të madh të njerëzve që kanë vlerësuar angazhimin tonë pozitiv dhe të sinqert dhe për cilat ne i kemi kundërshtu edhe brenda subjektit në cilin kemi qenë, por që nuk kanë tregu gatishmëri me i përmirësu ato dhe me shku tutje përpara në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pra nuk ka pas në interes nga lëvizja vendosje me e heqë udhëzimin administrativ, nuk ka pas gatishmëri nga lëvizja vendosje me eliminu çdo pengesë të mundshme nga e drejta e ushtrimit të lirë të besimit në vendin tonë, nuk ka pas gatishmëri nga lëvizja vendosje të rishikohen tekstet shkollore, tek të cilat padrejtësisht janë fut elemente që cënojnë moralin e drejt për drejt të fëmijëve tanë, ku në mënyrë të padrejtë i është imponu shoqërisë sonë të mësojnë për gjëra të tilla sikur një familje mund të bëhet burr me burr e gru me gru, apo që gjenia mund ndrohet përmes hormoneve, apo që të shtyhet përpara një ligj i cili drejt për drejt cënon edhe vetë integritetin njerëzor të individit duke u jep të drejtën secilit me ndru gjinin sipas ndjesisë. Jo vetëm kjo, po dhe shumë tjera, shumë nisma tjera ligjore, të cilat janë shtyr përpara edhe një forme edhe mënyrë të imponueshme, kemi vrejtë që kjo nuk ka përmirësim dhe prandaj ka ndodhur ajo shputja në atë periudhë dhe gjithë këtë amanet po ja besoni një parti si që është PDK. Unë besoj që nuk duhet kemi vijat kuqe në kuptimin e bashkëpunimit të partive përderisa ka gatishmëri për me ju përmbajt një marrëveshje politike. Çështja është nga pas lufta deri më sot ne vazhdimisht jemi trajtuar nga partitë ndryshme çështja e shamis, pra është diskutuar nga pas lufta deri më sot. Prandaj përmenda pak më herët që ata që kanë tradhtuar në një marrëveshje politike, ata e kanë mësuar më shumë. Shikoni, theva një mbrapa. PDK ka qenë në 2014, 2015. Po shikoni, po nuk janë më, e keni pa që nuk kanë qenë më në pushtet. Po kanë humbur pushtetin. Në momentin kur fillon me tradhtu, me këtyre interesat individuale, partijake, sigurisht që kemi psu. Unë mendoj që një leadership i ri, në krye me Bedri Hamzën, me njerëzit të provuar me integritet, nuk do të lejojnë që të tilla gjëra të përsëriten dhe kjo tashmë nuk është në përgjegjësinë tonë, është në përgjegjësinë të dy palëve që me e mbështet në vazhdimsi pikat programore për cilat kemi rënë dakord. Ka zgjatur shumë negociatat, bisedimet? Jo shumë, afati ka qenë një javor, të gjitha partitë politike kanë pas një afat të dhënies së përgjigjes për kushtet e kërkuara, mendoj që ka qenë mjaftueshëm. Dhe në këtë drejtim reflektimi më pozitiv kemi gjetë te Partia Demokratike e Kosovës dhe prandaj edhe ka ndodhur kjo marrëveshje me synim që të kemi përfaqësues tanë